A mund ta paramosh vetë kur ti lexon fjalën e Allahut, e ti thu, që këtë fjalë ka thonë Zoti i botrave. Këtë fjalë ka thonë ai I cili s'ka të meta. Dhe ti me automatizëm lexon ndryshe këtë fjalë. Dhe ai I cili e ka fol këtë fjalë, më ka kriju mua. Kur ti merr këtë çdo mana dhe I ban bashk, edhe e hap mushafin. Si e lexon vëllazër? E pastaj nëse ti ngatron doni ardhu, unë s'pe marr vesh që këtë fjalë. Po ka dalë vëllazër ti I kriju me një piçë ti që ka fol. Ti të ka kriju që kiç ka e ka zbrit këtë fjalë. Pse a domosdoshmë ti me kuptu gjithçka? Fëmia vëllazër, a kit llafët edhe fjalët e prindërve I marr vesha? Jo. Një marr vesh 5 I ikin, një marr vesh 5 I ikin. A ka drejta me thon, unë s'më marr vesh juve kur gjoni s'po dini me fol. Jo, ka dalë për të kimu pjek, kimu marr vesh. Apo, a dhe na vëllazër, kur e dina se këtë fjalë ka zbrit Zoti I Madh. Kur lexojmë një ajet, ka dalë merr kuptoj e mirë. Ka ardha spedimi që do të vinë. Pejgamberi alayhis salam tan natën me një ajet ka lexuar. Tan natën e ka lidh namaz. Allahu Akbar, ka lexuar Fatiha, një ajet, veç ka tan natën. Pse o vëzër? Se e ka ditë se kush e ka folë këtë fjalë. E ka ditë. Shiko vëzër njerëzit, dikush kur thotë, çish ka mujt be tan natën, ai me lexuar me një ajet. Kanë njerëz vëzër po duhet më pshut, puru do shemboj, ato nuk janë të mirë, po për me kuptu ju si rreti më zani më nxjerr këtu. A e ki pa dikujt ku ti fiksohet doni strofe kankës? Ja, tan ditën. E du. Po e dina që do të çmë botash. Tan ditën, hiç I bëhet bajat. Një vjet apo edhe bile ki po. Ka shkoj, shloja vetë thotë se. Hevesh, ai pa lidhje, s'ka lidhje. Nuk ka lidhje që pa lidhje. Ki e ngon dhe e përsërit. Po para më vëzër fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim malik yawmiddin. A bezizet njëri për qësaja? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. S'ka mundësi mu bezdit vëzër. Mu kanë zemra e pasë, s'ka mundësi mu bezdit. Nëse shumë për njerëzve nuk bezditën pi strofave palidhje, pi strofave të kota, Allahu a'lem cëlle e gjinja ka inspirua tina, I bat fiksim. Sa për njerëzve? I bat fiksim vëzër. E është e përsërit palidhje. E mirë vëzër, qysh me hek që të menue që këtë fjallë, kush e ka thonë? Sa e madhe është fjala e ati cilin ka kriju muë. Aj mje muë, në detalj mje. Allahu ja thë Kur'an, Ala ja'lamu man khalaqa wa hua al-latif al-khabir. Allahit pja kalzoni ju krijesat e veta. Allahit na kene me kalzu se që ki lisë duhet mu kanë qështu për njerin. Ti pi kalzon Allahit. A mund është ti mi shku për shemë, unë I shkoj si për devi, ti që e kanë drejt iPhone-in. Pse e keni vnu këtë ka... Qa I të folve? Pse se keni vnu ka... Qka I të folve dhe? Ku marrë vesh me ti këtë mund? Po ti qisme të tua vëzdi me ndrejt për kalzon mua, qish ki me ndrejt iPhone-in. Nuk ka mund cilë dhe zër. E po njejt edhe nas mëna mi kalzu Allahit. Pse ti e ki pru që këtë lish haram? Ala ja'lam men khalaq. Pa ai që ka kriju insanin, ai e di më çka I duhet. Ai e di që kjo është vajib për ti, që kjo haram, se ai e di, ai të ka krijuar. Dhe shikoni ligjet e Allahut dhe këtë rahmet janë Zotit subhanahu wa taala.